U kthiem te këndi i bisedës, siç e kemi thënë në çeljet programin nderuar të shikues, do flasim me pianisten, me që folën për pianon, tashti me zonjën e punës, të instrumentit. Është Fatjona Maliqi, pjesë e programit mëngjesit. Sot flasim për çmimet e saj, për karrierën e saj muzikore, për arritjet e saj akademike dhe ndërkombëtare, sigurisht sepse me koncertet e saj ka interpretuar në shumë skena të ndryshme të botës dhe drejt për drejt nga Gjermania vjen sot në Mirëmëngjesi Kosovë. E përshëndesim. Përshëndesim njërë, mirëmëngjesi, përshëndetje Fatjona. Mirëmëngjesi në studio dhe mirëmëngjesi të gjithë teleshikuesve. Faleminderit që jeni gjithë Fatjona. Faleminderit për ftesën. Asgjohen gjithë pianistet kështu, do të thonë kaq herët në mëngjes me disponim, me dëshirë, me vullnet, me energji të mirë. Varet, nëse kemi koncertin mbrëmje nuk nga ushtrimet që kam bërë. Po, varet, kur kemi koncertin mbrëmje nuk bëhet fshuar kaq herët sepse lodhemi pastaj, po shumë herë është edhe mirë zgjohemi herët sepse kemi gjithë ditën, domethënë të ushtrojmë, të punojmë dhe ndihemi shumë më mirë pastaj. Edhe i zëm ato dy nafakat për cilat flet populli që si ka pa kush që 20 vjet. Fatjona, për mua për shembull, ideal do të ishin tingujt e violinës, një libër aty, një kafe dhe mëngjesi qetë bashkë me ndërgjegjen. Cili është mëngjesi yt ideal? Sigurisht në tingujt e pianos. Mëngjesi im ideal zakonisht kur zgjohem, bëj çajin, ha bukë, edhe pastaj filloj praktikoj, ushtroj diçka të re, edhe ose diçka të vjetër, varet tash prej koncerteve, çfarë kërkohet, çfarë lypet, kështu. Varet për angazhimive, si që dhe më herët. Hajde Fatjona, po të njohim pak më herët, je një artiste pra pianisti nga Gjelani, që ke fituar edhe çmime, një çmim shumë të rëndësishëm, këto ditë ke marrë, apo jo, edhe në fakt je njohur për këto arritjet edhe ndërkombëtare, por paralelisht përveç pianos, si instrumentiste, ti po e ndjek edhe rrugën akademike, apo jo nuk e di nëse je përfshirë në procesin e mësimdhënies tash ose ke në plan më vonë të jesh edhe në këtë fushë. Po, hajde po të njohim pak më shumë, që sa ke shku në Gjermani, nuk e di nëse ke shku moti ose ke shku për arsye studime. Në Gjermani jam që shumë herët, pra vërsisht 10 vite. Këtu kam studiuar studimet bachelor, master, dhe tani jam në studimet e fundit të instrumentit që këtu quhen koncert ekzamen në Kosovë, nuk e kemi këtë. Dhe po thuaj se jam në përfundim të këtyre studimeve. Po. Bukur. Dhe pianon gjithmonë ka qenë instrumenti yt i preferuar, apo jo? Patjetër solfeggio, instrumenti piano, edhe nuk kanë munguar sukseset, sigurisht. Sikur se është ky çmim që ke marrë në Gjermani. Për çfarë je vlerësuar konkretisht, Fatjona? Po. Si fëmijë, domethënë kam marrë pjesë në gara të ndryshme, kam punuar shumë, kam pasur koncerte të ndryshme, por edhe këtu kur kam ardhur në Akademinë e Muzikës, domethënë të gjitha garat që kanë qenë në akademi, por kam pasur edhe gara jashtë akademisë, koncerte internacionale në vende të ndryshme, në kontinente të ndryshme. Të gjitha këto suksese kanë bërë që mua të më ndohet këtë çmim, Stella Award, Stella Star, që në gjuhën shqipe do quhet yll. Nuk më vjen mirë të flas për veten, dhe po është pak gjithmonë pak e vështirë të flasësh mirë për veten. Mirë po, dikush duhet të tregoj. Fatjona, tregon aty neve, ne i tregojmë publikut edhe kështu e zgjidhim këtë çështje. Ti vesh neve tregon. Po, shoqata sponsoruese e Akademisë së Muzikës, domethënë ka vendosur që nga ky vit të ndaj këtë çmim të rëndësishëm. Çdo vit në një student që ka pasur suksese të dalluara internacionale dhe akademike, dhe jam shumë e nderuar që mua më kanë përzgjedhur domethënë si fituesja e parë e këtij çmimi. Është çmimi që po shohim tani në ekran. Edhe pas ke pozicionu shumë mirë, po. Nuk e di nëse ke dikë regjisor në familje ose vetë kështu e ke këtë delin e kuadrit mirë. Shumë bukur e pas ka marrë kuadrin. Po e qenë ka kështu shumë me mjeshtri i morën. Motra ime është dizajnere. Okej. Ajo më ka treguar. Tash është e qartë. Jo, tregona Fatjona
Për këtë çmimin që ke marrë sigurisht edhe pak më shumë detaje, por edhe për ato që ty të bën të dallueshme, po më intereson diçka, çfarë të bën ty të dallueshme si pianiste, se realisht ju I keni partiturat, I keni notat, e ndiqni një udhëzim, edhe si më thon, e përfundoni veprën, po është një diçka që shkon për te asaj, apo jo ana artistike, profesionale, emocionale, ata që transmetoni e gjithçka tjetër që e bën diferencën. Te ti çfarë është kjo që është pak e ndryshe? Unë gjithmonë kam dëshirë dhe më pëlqejnë sidomos veprat që janë shumë gjata. Edhe kjo vepër që e kam luajtur tani te gala koncerti ku mu dha dhe çmimi, ka 1 orë e gjysmë përafërsisht. Një orë e gjysmë. Po. Me cilën vepër ke luajtur, po mendoj dhe me cilën e vlerësuar? Ke luajtur Chopin, ke luajtur Mozart, ke Kam luajtur Beethoven? Johann Sebastian Bach, Goldberg variacionet. Për 1 orë e 30 minuta. Përafërsisht 1 orë e 30 minuta, nga 1 orë e 20 minuta në varet. Po. Varet sa kemi ku. Po. Varet është si me tempot, varet prej akustikës, do më thonë. Edhe, kështu, po koncerti I fundit ku e mora dhe çmimin ka qenë jashtëzakonisht bukur. Gjithçka ka shkuar, do më thonë, në nivel. Aty ishte prezent dhe kryetari I qytetit, shtypi, do më thonë, gazetarët kanë shkruar mënyrën më të mirë të mundshme për mu. Edhe bëjagi shumë. Publiku, do më thonë, ka prit me entuziazëm në këmbë. Edhe më kanë kthy disa herë, edhe ka qenë një ditë e paharrueshme. Ka qenë Detyrisht një ditë e paharruar, sepse ke marrë edhe një vlerësim ndërkombëtar, çka jep shtytje karrierës tuaj muzikore, karrierës tuaj instrumentale në të ardhmen. Cilat janë planet që I ke tutje? Kam shumë plane tutje. Si që dini ju, unë kam marrë pjesë edhe në shtetet e tjera, në kontinentet e tjera. Njëra ndër koncertet e ardhshme do jetë edhe në Belgjik, me një violonceliste, shoqen time, që ne luajmë bashkë këtu jetët të ndryshme. Por edhe një koncert tjetër që dua ta dalloj është në janar, në fillim të janarit do luaj, jam ftuar prap të jem soliste me orkestër në koncertin e vitit të ri me Kapela Villaduja në Dyren, që do jem pas 20 vitesh prap soliste me këtë orkestër dhe mezi po pres. Do luaj koncertin numër 5 të Camille Saint-Saëns. Mirë, Fationa, qysh janë lidhjet e tua me Kosovën? Sa e përcjell, si më thonë, krejt jetën kulturore, artistike që bëhet në Kosovë, edhe mandej nuk e di nëse ke lujt kështu me orkestra në Kosovë, me këtë show nuk e di nëse ke pasur fatin me filharmoninë ose me në orkestër tjetër. Pra që janë lidhjet tua? Normalisht në Kosovë jam lind, jam rritë dhe fillimet e karrierës time kanë filluar në Kosovë, me përkrojën e njerëzve, në për gara, sistemet e gara, të më thonë, e Kosovës më kanë hapur dyert që të vi këtu në Gjermani. Edhe normalisht gëzohem që kur shoh edhe muzikantë tjerë, instrumentistë tjerë që po mundohen t'ja dalin edhe përtej Kosovës dhe jashtë Kosovës. Dhe më bën shumë të lumtur fakti që gjithmonë po bëhemi edhe më shumë muzikantë, të cilët po e prezantojnë Kosovën, besoj që në mënyrën më të mirë të mundshme, edhe me një karakter kulturor, do më thonë. Në Kosovë besoj që me filharmoni kam luajtur, po jo si soliste, kam qenë pjesë orkestrës në vitin 2014, ku profesori Krishnik Aliçkaj, do më thonë, më ka ftuar të luaj në simfoninë e tij. Pastaj është në njëjtin koncert ka pas të luajtur edhe dikush tjetër, mirë po në momentin e fundit nuk ka ardhur, edhe unë kam luajtur edhe një pjesë tjetër. Po të njëjtin koncert me orkestër. Ka një kompozitor, dikë që e ke idhull veprat e cilit ti luan me më shumë kënaqësi se veprat e tjera,
Fatjona. Ku shkruan gjatë? Për nivel të lartë, sigurisht, a? Ata që bëjnë vepra të gjata, po thoshte Fatjona. Mbi një orë të gjysë. Para se të them këtë, dua të cek se ndoshta e ka marrë ftesën para ca javësh, do jem në tetor në Kosovë, në një event që do përfshihen koncert, masterclass dhe garë, mirë po nuk besoj që më lejohet të flas më shumë, sepse nuk e kam përgjigjen e fundit se a do bëhet dhe nga ana financiare se kuptohet të organizohet një event i tillë, nevojitën sponsorë ndryshëm, ta shpres përgjigjen e fundit, domethënë a do bëhet. Okej. Po para të flasim kur vije koha, Fatjona, se do të jemi këtu në tetor me kismet, edhe mandej flasim sërish. Po për këtë që të pyti Teta Alketa. Po, kompozitor, kam shumë kompozitor që më pëlqejnë, po ndërta Bachu, domethënë, Beethoveni, janë dy kompozitorët më që më inspirojnë mas shumë të domethënë. Bukur shumë, uroj që ato duar tua të shkëlqejnë gjithmonë mbi tastier edhe të sjellësh edhe çmime të tjera, jo vetëm për vete, se kjo nuk është thjesht një arritje personale, por patjetër është edhe për gjithë komunitetin e shqiptarëve që çdo ditë e më tepër po janë të jashtëzakonshëm në mërgatën shqiptare. Faleminderit shumë që ishe pjesë e programit sot. Ne nga zemra të urojmë shumë suksese dhe shkëlqim gjithmonë. Shumë faleminderit dhe ju gjithashtu shumë suksese. Edhe na vjen në studio, mandej kur je këndej, flasim edhe më zyrtarisht, Fatjona, sigurisht edhe po shpresoj atëherë edhe shtohen trofet, domethënë deri në intervistën e radhës, që let mos jetë shumë larg, po let të shtohen trofet në një periudhë shumë të shkurtër kohore. Faleminderit Fatjona, gjithë mirat, pas një ditë bukur. Faleminderit shumë. Qysh!